Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Dhe mirë se vini në këtë podcast me të cilën mund të mësoni hipnozën bazike me doktor Elton Kazanxhi. Se u jemi italis, psikolog dhe psikoterapist këtu në Itali. Në radhë të parë, nëse nuk e dini akoma, ju mund të merrni pjesë në masterclassin që kam organizuar online, ku çdo kush për jush mund të mësoj hipnozën me mua. Më ndiq në kanalin tim në WhatsApp, në Instagram dhe në Facebook për të ditur më shumë. Duhet që çdo kush për jush në radhë të parë të merrni një pozicion komod. Duke marrë një pozicion komod, duhet që të vështroheni në këtë moment, duke bërë një skanim të trupit tuaj nga këmbët deri te koka. Fillo dhe skano këmbët, si janë në këtë moment kofshët e juaja, si janë në këtë moment shpatullat e juaj, si që është trupi juaj në këtë moment, krahët e juaj, duart e juaja dhe muskujt e ballit. Duhet që në këtë moment të skanoni krejtësisht trupin tuaj nga këmbët deri te koka, nga këmbët deri te koka. Lejoveni pra vetes që të skanoni me mendjen tuaj trupin tuaj. Tani duhet që çdo kush për jush të imagjinoj përpara jush numrin 10. Unë do numëroj nga 10 deri në 1 dhe ju, kur do arrijmë në numrin 1, ju do të jeni krejtësisht të lehtësuar, krejtësisht të qetë, krejtësisht në një gjendje transi, në një gjendje imagjino përpara teje numrin 9, 8, gjithmonë dhe më relaksuar, 7, zbret gjithmonë dhe më poshtë, gjithmonë dhe në gjendje të relaksit, 7, akoma më thellë, akoma më thellë, 6, trupi juaj është i rëndë, 5, gjithmonë dhe më i rëndë dhe më i qetë, 4, jeni në gjendje të relaksuar, gjithë trupi yt po relaksohet gjithmonë dhe më shumë, thellë, gjithmonë dhe më poshtë, gjithmonë dhe më poshtë, më thellë, 3, akoma më thellë, 2, relax, 1, mbyll syt dhe je kompletisht në një gjendje transi. Ti je kompletisht në një gjendje transi të thellë. Ja pra që frymarrja juaj është krejtësisht e lehtësuar. Frymarrja është e lehtësuar. Trupi është i lehtë dhe një gjendje të relaksit, të thellë, po ndodh në trupin tënd. Je gati për të futur në gjendje të transit, akoma dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë. Vëzhgo në këtë moment si është frymarrja jote. Vëzhgo në këtë moment gjithë frymarrja juaj, që po bëhet gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më relaksuar.
Krau juaj I djathtë është gjithmonë më I rëndë, siç është I rëndë krau juaj I majtë, siç janë të rënda këmbët e juaja. Gjithë trupi juaj është I rëndë. Trupi I rëndë, mendja gjithmonë më e lehtë, koka gjithmonë më e lehtë. Fytyra, muskujt e fytyrës janë krejtësisht të relaksuar. Po relaksojnë muskujt e gojës, po relaksohen muskujt e ballit, po relaksohen muskujt e fytyrës. Këmbët dhe krahët janë krejtësisht të rënda. Frymarrja e thellë dhe lehtësuar. Këmbët dhe krahët gjithmonë më të rënda, të relaksuar. Frymarrja e thellë, e ngadalët, e thellë, e ngadalët, e thellë. Gjithë trupi juaj është I lehtësuar, I qetë. Je gati për të shkuar matanurës. Imagjinoni përpara juaj një urë. Imagjinoni përpara juaj një urë dhe dua që çdo kush prej jush të shkojë pas hapi matanurës. Hapi parë, hapi dytë, hapi tretë. Ja pra që je matanurës, në një vend ku s'ka gjykime, në një vend ku është plot dritë, me një vend ku ju mund të takoni veten tuaj në të ardhmen. Matanurës, aty, plot me dritë, pas një gjykim, një vend ku s'ka kohë, një vend ku koha është e ndaluar. Jeni ju dhe përpara jush vetja juaj, versioni më I mirë vetes tuaj. Lërini që kjo imazh të shfaqet. Në këtë vend magjik, ju mund të jeni vetvetja. Në këtë vend magjik, ju mund të jeni personi që dëshironi të jeni. Plot dritë, plot emocione, plot ndjesi, krejtësisht të integruar. Ju dhe asnjëri tjetër. Vetëm ju. Takoni versionin tuaj të mirë, versionin tuaj të urtë, versionin tuaj inteligjent, versionin tuaj plot të dritë, plot mirësi, versionin juaj integruar. Vështroheni. Lërni që ai version të ju flasi. Lërni që ai version të ju japi këshilla dhe ardhmjen. Është imazhi juaj në të ardhmen, përpara jush në këtë çast. Ndëgjoni çfarë ka për t'ju thënë. Ndëgjoni një mesazh. Mbase po ju këshillon. Mbase ju jep dhemshuri. Mbase ju thot vetëm të ju japi një përqafim, mbase një këshill, mbase një buzëqeshje. Është çdo gjë okej. Në këtë vend ju jeni në një vend magjik ku çdo gjë mund të ndodhë.
ku çdo gjë mund të ndodhë. Relax. Relax. Fryma erë gjithmonë me thellë. Trupi rënd dhe i ngrohtë. Çdo tension shkrihet në trupin e juaj. Çdo tension shkrihet në gjithë trupin tuaj. Trupi juaj është i lehtë. Çdo dhimbje lehtësohet. Çdo zë kritik bëhet i butë. Jeni ju me versionin tuaj më të mirë. Jeni ju me versionin tuaj më të mirë. Duhet që ta vështroni mirë versionin tuaj në të ardhmen. Lëri që ai version të bëhet këshilltari juaj. Ai version në të ardhmen është këshilltari juaj. Lëreni pra që t'ju flasë, që t'ju takoj, që t'ju japi gjithë energjinë për të cilën keni nevojë në këtë moment. Mesazh dhe energji. Mesazh dhe energji. Ai ju një mirë. Ai imazh e dini se çfarë keni nevojë. Ju njeh shumë mirë. Është versioni juaj i urtë, i dhemshur, inteligjent, i pranishëm. Përsërite në vetveten tënde. Unë që sot e tutje, ndëgjoj dhe vërej versionin tim më të mirë, versionin tim më të bukur, versionin tim më të butë. Unë jam ai version. Unë jam ai version që shikoj. Unë bëhem ai version që shikoj. Unë jam ai version që shikoj. Lori që mendja juaj të njohë atë version. Lori që mendja juaj të bëhet ajo version. Unë jam i pranishëm. Ti je pranishëm. Ne jemi të pranishëm. Duhet që tani të bësh gati për të kthyer mbrapsht. Duhet që të kthehesh mbrapa nga ura dhe të vish përsëri nga kjo anë, duke ditur se ky vend magjik, Matanurës, është gjithmonë brenda teje. Mjafton ti të mbyllësh syt dhe të shkosh Matanurës, për të marrë një këshill, për të parë, për të takuar versionin tuaj më të mirë. Një, 2, 3, hap syt dhe ktheuni te mua.